Një tragjedi familjare me përmasa të mëdha ka ndodhur në qytetin e Shkodrës, ku një çift turistësh amerikan u përfshi në një konflikt të dhunshëm që përfundoi me vrasjen e gruas. Autori i ngjarjes, 57 vjeçari Brandon Saporito, vrau me thik bashkëshorten e tij, 54 vjeçaren Sandra Saporito, ndërsa të dy ndodheshin në një banesë me qira në lagjen Gjadol. Ngjarja ndodhi vetëm një ditë pasi çifti kishte mbritur në Shqipëri. Sipas dëshmive të dhëna para grupit hetimor, Brandon ka pranuar se ishte i penduar dhe se vrasja kishte ndodhur si pasojë e zënke të ashpër, ku të dy kishin qenë në gjendje të dehur. Ai ka treguar se marrëdhënia me bashkëshorten kishte qenë e tensionuar kohët e fundit me debate të shpeshta dhe pa arsye konkrete. Në momentin kur gruaja ka nisur ta ofendojë dhe shaj, ai ka humbur kontrollin dhe e ka goditur me thik. Pas krimit, Saporito ka tentuar të vetvritet duke prerë damarët, gjë që tregon një gjendje të rënduar emocionale. Në vendin e ngjarjes mbriti menjëherë policia e lajmëruar nga pronari i banesës, i cili kishte dëgjuar zhurma dhe debatet vazhdueshme gjatë natës. Ai kishte ndërhyrë disa herë për të kërkuar qetësi, pa imagjinuar se situata do të përshkallëzohej në një akt kaq të rënd. Autori ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve dhe në mbikëqyrjen e policisë, ndërkohë që ndaj tij është ngritur akuza për vrasje me dashje. Trupi i viktimës është transportuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Tiranë për autopsi, ndërsa autoritetet shqiptare po bashkëpunojnë me ambasadën amerikane për çështje procedurale dhe kontakte me familjarët e viktimës. Ngjarja ka tronditur opinionin publik, ndërsa autoritetet po vazhdojnë hetimet për të dokumentuar çdo rrethant të krimit makabër.